por fundja në fatmirësisht, ndoshta edhe mirëqenia sociale e njerëzve ka ndryshu për të mirë në Kosovë. Dikush i ka kushtet për të ndoshta s'është e madhe shumë që apo ajo, sidomos bota femnore, vajzat ma mërmenja që shpenzojnë shumë ma shumë se meshkujt, por me vetë faktin që mbrëmja maturës është njëherë një jetë për dikon, unë mundem edhe të pajtohem edhe me shpenzimet e tyre, apo sepse qefin i tyre është i tyre dhe ndoshta ne mundemi mos mu pajtu pikondit tonë, por ata e shojnë të arsysh me ata këtë rast maturantët. Pa, aja vlen aspektin personal, gjitha ato argjime mi bo për një mbramet maturës? Ndoshta këtu kishë me qenë si në mes, në mendim të dy anshëm për arsye sepse nëse është një shpenzim që te i kalën 1.000 euro, me të vërtet si avlim, por 100 dhe 200 euro, mendoj që nuk është edhe shumë e egzageruar. Se është njëherë një jetë për ta.